Dita e 10 qershorit 1878 shënoi krijimin e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Qëllimi I kësaj mbledhje sot për sot është t'u presim hovin armiqve të egër, duke lidhur besën shqiptare. Kongresi I Berlinit mohoi ekzistencën e Shqipërisë për të kënaqur orekset e qarqeve shoviniste të Ballkanit. Puna e juaj me traktatin e Berlinit këtu mbaron. Puna e jonë si shqiptar nga kjo ditë fillon. Në udhëheqjen e lidhjes për të kundërshtuar vendimet e Berlinit, u ngrit në këmbë gjithë Shqipëria. Gjakova, Shkodra, Peja, Vuciterni, Gilani, Gjirokastra, Mitrovica, Korça, Janina, Tetova, Dibra. Lidhja donte autonominë, hapi I parë drejt pavarësisë.